po do përmendja për në Kosovë pra dëshirën e njerëzve për të mësuar, për të zhvilluar, edhe me gjëra që ndoshta për momentin nuk i kanë hasur më përpara, por dhe kultura e punës është shumë e mirë. Shoh këtu në ndryshim pak dhe me Shqipërinë, shoh shumë këtë pjesën e ruajtjes së balancës të punës me jetën personale. Dhe do ta përmend një gjë që më ka bërë habi kur kam marrë që diskutuam edhe pak bashkë, është pjesa e pauzës, që është diçka që praktikisht në Kosovë në orën 11:30, 12 gjithë marrin një kohë pushimi, të hajnë diçka, të pinë një kafe, të qetësohen. Dhe kërkesat besoj shpërthejnë atë kohë, në Dhe kërkesat shpërthejnë, pra është një kohë që ka goxha ngarkesë. Ndërsa në Shqipëri, domethënë, kjo pjesa e pushimit, ndoshta e balancës nuk është kaq e vendosur, por njerëzit janë pak më fleksibël, ndoshta edhe për të punuar më shumë orë ose për ta lënë më në rrjedh më të lirshme pjesën e punës.